Hamasi ka pranuar të dorëzojë armët sipas planit të presidentit amerikan Donald Trump për të dhënë fund luftës në Gaza, por Izraeli ende nuk ka reaguar zyrtarisht. Marrëveshja parashikon kalimin e armëve të Hamasit në kontrollin e Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës dhe tërheqjen graduale të forcave izraelite. Ky komitet palestinez, i ngritur nga bordi i paqes i Trump, do të mbikëqyrë magazinimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të armëve. Një negociator i Hamasit tha se lëvizja ka bërë lëshime për të shpëtuar popullsinë e Gazës nga vrasja dhe zhvendosja. Sipas tij, Izraeli nuk do të përfshihet në procesin e çarmatimit. Trump deklaroi se pas çarmatimit të plotë të Hamasit, ushtria izraelite do të tërhiqet dhe siguria në Gaza do të kalojë një forcë ndërkombëtare stabilizuese dhe policisë së re palestineze. Plani parashikon gjithashtu eliminimin e tuneleve, depove të armëve dhe strukturave për prodhimin e tyre në një mekanizëm ndërkombëtar verifikimi. Procesi i çarmatimit dhe tërheqja izraelite duhet të zhvillohet paralelisht. Izraeli nuk ka konfirmuar marrëveshjen. Pak përpara njoftimit të Hamasit, një burim politik izraelit tha se propozimi nuk i përmbushte në mënyrë të kënaqshme kërkesat për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe demilitarizimin e Gazës. Egjipti pritet të presë një takim të ndërmjetësve nga Shtetet e Bashkuara, Katari dhe Turqia për zbatimin e fazës së dytë të pushimit.